Kanceri i prostatës është një nga diagnozat më të frikshme që një burr mund të dëgjojë gjatë jetës së tij. Megjithatë, ajo që e bën këtë sëmundje edhe më shqetësuese është fakti se shumë burra nuk e zbulojnë dot në kohë, pikërisht sepse shenjat e para janë aq të vështira për t'u dalluar saqë lehtë mund të kalojnë pa u vënë re. Prostata, kjo gjendër e vogël në formë arr që ndodhet poshtë fshikzës dhe rrethon uretrën, luan një rol jetik në sistemin riprodhues mashkullor. Por kur qelizat e saj fillojnë të rriten në mënyrë të pakontrolluar, pasojat mund të jenë shkatruese. Çdo vit, qindra mijëra burra në mbar botën diagnostikohen me kancer të prostatës. Është kanceri i dytë më i zakonshëm tek burrat, pas kancerit lëkurës, dhe një nga shkaqet kryesore të vdekjeve nga kanceri tek popullata mashkullore. Por ja çfarë duhet të dinë të gjithë. Kur zbulohet herët, normat e mbijetesës janë jashtëzakonisht të larta. Problemi qëndron në faktin se shumë burra injorojnë ose shpërfillin simptomat e hershme, duke menduar se janë thjesht pjesë e plakjes normale ose diçka e parëndësishme. Kjo neglizhencë mund të ketë pasoja fatale. Në këtë material do të eksplorohen 4 shenja kyçe të kancerit të prostatës që burrat shpesh i shpërfillin, duke u fokusuar në atë se pse këto simptoma janë kaq të rëndësishme për t'u njohur dhe çfarë duhet të bëjë çdo burr që dyshon se mund të ketë një problem. Është thelbësore të kuptohet se njohja e hershme e këtyre shenjave mund të bëjë diferencën midis një trajtimi të suksesshëm dhe një betejë shumë më të vështirë me sëmundjen. Shenja e parë: vështirësi në urinim dhe ndryshime në rrjedhën e urinës. Një nga shenjat më të hershme dhe më të zakonshme të kancerit të prostatës është ndryshimi në mënyrën se si një burr urinon. Kjo mund të duket si diçka e vogël në fillim, por është një alarm që nuk duhet të injorohet. Prostata rrethon uretrën, tubacionin që transporton urinën nga fshikza jashtë trupit. Kur tumori fillon të rritet, ai mund të ushtrojë presion mbi uretrën, duke ngushtuar atë dhe duke shkaktuar një sër problemesh. Burrat mund të vërejnë se rrjedha e tyre e urinës është bërë më e dobët se zakonisht. Ndoshta dikur kishin një rrjedhë të fortë dhe të shpejtë, por tani duket sikur po përpiqen të shtypnin një rafije të hollë urine. Disa përshkruajnë këtë si një ndjenjë sikur fshikza nuk zbrazet plotësisht, pavarësisht sa kohë kalojnë në tualet. Ky është një simptom që shumë burra e atribuajnë gabimisht hiperplazisë benigne të prostatës, një gjendje jo kanceroze që gjithashtu shkakton rritjen e prostatës. Megjithse HBP është më e zakonshme, është absolutisht e nevojshme të konsultohet me një mjek për të dalluar midis dy gjendjeve. Një aspekt tjetër i kësaj shenje është nevoja për të urinuar më shpesh, veçanërisht gjatë natës. Nëse një burr zgjohet 4, 5 apo edhe më shumë herë për të shkuar në tualet, kjo quhet nokturi dhe është një simptom që nuk duhet të merret me njan. Nëse një burr më parë flinte tërë natën pa u ngritur dhe tani gjen veten duke u zgjuar vazhdimisht për të urinuar, kjo mund të jetë një shenjë paralajmëruese. Shtypja konstante në fshikzë, edhe pse sapo ka urinuar, është gjithashtu një tregues i rëndësishëm. Në disa raste, burrat mund të përjetojnë atë që njihet si ngurrim në fillim të urinimit. Kjo do të thotë se ata qëndrojnë në tualet duke pritur që rrjedha të fillojë, por duhen disa sekonda ose edhe më shumë përpara se gjërat të nisin të lëvizin. Ky vonesë mund të jetë frustruese dhe shqetësuese, por më e rëndësishmja është një shenjë që prostata mund të mos jetë në gjendje të mirë. Në faza të mëvonshme, burrat mund të përjetojnë edhe pickim ose dhimbje gjatë urinimit, gjë që tregon se problemi ka përparuar. Është thelbësore të kuptohet se këto simptoma nuk shfaqen gjithmonë në mënyrë dramatike. Shpesh, ato zhvillohen gradualisht me kalimin e kohës, gjë që i bën burrat të mendojnë se janë thjesht duke u plakur, por kjo është pikërisht arsyeja pse kaq shumë raste zbulohen vonë. Çdo ndryshim në zakonet e urinimit që vazhdon për më shumë se disa javë meriton një vizitë te mjeku. Shenja e dytë: gjak në urinë ose sperma. Kjo është një shenjë që duhet të shqetësojë çdo burr menjëherë, por që fatkeqësisht shpesh shpërfillet ose injorohet nga frika ose mosnjohja. Prezenca e gjakut në urinë, e njohur mjekësisht si hematuri ose në sperm, e quajtur hematospermi, mund të jetë një tregues i kancerit të prostatës, megjithse ekzistojnë edhe shkaqe të tjera më pak serioze. Gjaku në urinë mund të shfaqet në mënyra të ndryshme. Nganjëherë është i dukshëm me sy të lirë, duke e kthyer urinën në një ngjyrë roz, të kuqe ose edhe kafe. Kjo quhet hematuri makroskopike dhe është një shenjë që zakonisht i shtyti burrat të kërkojnë ndihmë mjekësore menjëherë.
Megjithatë, në shumë raste, gjaku është i pranishëm në sasi aq të vogla sa që nuk mund të shihet me sy të lirë dhe zbulohet vetëm përmes testeve laboratorike. Kjo quhet hematurim mikroskopike dhe është arsyeja pse kontrollet e rregullta mjekësore janë aq të rëndësishme. Kur bëhet fjalë për gjak në sperm, kjo mund të jetë edhe më shqetësuese për burrat, por për fat të keq, është një simptom që shumë prej tyre zgjedhin të mos e diskutojnë me mjekun e tyre. Ka një stigëm dhe një siklet që lidhet me këto çështje intime, por është absolutisht jetike që burrat të kapërcejnë këtë pengesë psikologjike. Gjaku në sperm mund të shfaqet si vija të kuqe, ose sperma mund të marrë një ngjyrë roz ose kafe. Megjithse ekzistojnë shkaqe benigne për këtë gjendje, si infeksionet ose traumat, ajo mund të jetë gjithashtu një shenjë e kancerit të prostatës, veçanërisht tek burrat mbi 40 vjeç. Ajo që e bën këtë simptom veçanërisht të rëndësishme është se ajo shpesh shfaqet në fazat e hershme të sëmundjes, kur trajtimet janë më efektive. Nëse një burr vëren gjak në urinë ose sperm, qoftë edhe një herë të vetme, duhet të kontaktojë menjëherë me një urolog për një vlerësim të plotë. Mjeku do të kryej teste të ndryshme, duke përfshirë analiza të urinës, ekzaminime të prostatës dhe mundësisht skanim imazherik për të përcaktuar burimin e gjakderdhjes. Është e rëndësishme të theksohet se edhe nëse gjaku në urinë ose sperm nuk shoqërohet me dhimbje, ai ende duhet të merret seriozisht. Shumë burra mendojnë se nëse nuk ka dhimbje, atëherë nuk ka pse të shqetësohen, por kjo është një gabim potencialisht fatal. Kanceri i prostatës në fazat e hershme shpesh nuk shkakton dhimbje dhe pikërisht kjo mungesë dhimbjeje mund të çojë në një ndjenjë të rreme sigurie. Shenja e tretë, dhimbje ose ngurtësi në pelvis, ije ose kofsh. Ndërsa dy shenjat e para lidhen drejt për drejt me funksionin e prostatës dhe sistemin urinar, shenja e tretë na çon në një territor pak më të ndryshëm. Dhimbja ose ngurtësia në zonën e pelvisit, ije së poshtme ose kofshëve, mund të jetë një tregues se kanceri i prostatës ka filluar të përhapet përtej prostatës vet. Kjo është një zhvillim shumë më serioz dhe kërkon vëmendje të menjëhershme mjekësore. Prostata ndodhet thellë në pelvis dhe kur kanceri fillon të rritet jashtë kufive të gjendrës, ai mund të pushtojë indet përreth. Kjo mund të shkaktojë dhimbje ose pakënaqësi të vazhdueshme në zonën e pelvisit. Burrat shpesh përshkruajnë këtë si një ndjenjë shtypjeje ose rëndese që nuk zhduket. Disa e përjetojnë si një dhimbje të mprehtë që vjen e shkon, ndërsa të tjerët kanë një pakënaqësi të vazhdueshme, të mpiksur. Kur kanceri përhapet në eshtrat, gjë që ndodh në rreth 80% të rasteve të avancuara të kancerit të prostatës, dhimbja bëhet edhe më e theksuar. Eshtrat të pelvisit, shtyllës kurrizore dhe kofshëve janë vendet më të zakonshme ku kanceri i prostatës metastazon. Kjo lloj dhimbjeje është zakonisht e thellë, e mpiksur dhe e vazhdueshme. Ajo mund të përkeqësohet gjatë natës ose kur personi është në qetësi dhe mund të ndërhyjë seriozisht në cilësinë e jetës. Një aspekt shqetësues i kësaj shenje është se shumë burra e atribojnë gabimisht dhimbjen në artrit, mbikalim në palestër ose thjesht moshën. Ata mund të marrin barra kundër dhimbjes dhe të vazhdojnë me jetën e tyre pa konsultuar një mjek. Kjo vonesë mund të ketë pasoja serioze, sepse sa më shpejt të trajtohet kanceri që është përhapur, aq më të mira janë shanset për një rezultat pozitiv. Është e rëndësishme të theksohet se dhimbja nga kanceri i prostatës, që ka metastazuar në eshtra, ka karakteristika specifike. Ajo nuk përgjigjet mirë ndaj barnave të zakonshme kundër dhimbjes dhe ka tendencë të përkeqësohet me kalimin e kohës në vend që të përmirësohet. Nëse një burr ka dhimbje të vazhdueshme në pelvis, ije ose kofsh, që zgjat më shumë se disa javë dhe nuk i përgjigjet trajtimit, është absolutisht e nevojshme të kërkojë një vlerësim mjekësor të plotë. Ngurtësia në këto zone mund të jetë gjithashtu një simptom, veçanërisht në mëngjes ose pas periudhave të gjata ulse. Burrat mund të vërejnë se kanë vështirësi në të ecur ose në të lëvizur në mënyra të caktuara. Kjo ngurtësi, kombinuar me dhimbje, është një flamur i kuq i madh që nuk duhet të injorohet. Shenja e katërt: lodhje e vazhdueshme dhe humbje e pashpjegueshme e peshës. Shenja e fundit që do diskutohet këtu është ndoshta më e vështira për t'u njohur si e lidhur me kancerin e prostatës, por ajo është po aq e rëndësishme sa të gjitha të tjerat. Lodhja ekstreme që nuk përmirësohet me pushim dhe humbja e pashpjegueshme e peshës janë shenja sistemike që tregojnë se trupi po lufton diçka serioze. Kanceri, duke përfshirë kancerin e prostatës, i vën në presion të madh burimet e trupit. Qelizat kanceroze rriten shpejt dhe konsumojnë sasi të mëdha energjie. Për më tepër, sistemi imunitar i trupit është në një gjendje alarmi të vazhdueshme, duke u përpjekur të luftojë sëmundjen.
Kjo kombinon për të krijuar një gjendje të lodhjes së thellë që nuk largohet, pavarësisht sa orë gjumi merr një person. Burrat me kancer të prostatës shpesh raportojnë se ndihen të kapitur që në mëngjes, edhe pasi kanë fjetur një natë të plotë. Ata mund të kenë vështirësi në përqendrimin, të ndihen të dobët fizikisht dhe të mos kenë motivim për aktivitete që dikur i gëzonin. Kjo lloj lodhje është cilësisht e ndryshme nga thjesht të qenit i lodhur pas një dite pune të gjatë. Është një lodhje që depërton thellë dhe që ndikon në çdo aspekt të jetës. Humbja e pashpjegueshme e peshës është një tjetër shenjë paralajmëruese serioze. Kur thuhet e pashpjegueshme, nënkuptohet se personi nuk ka ndryshuar dietën, nuk ka rritur aktivitetin fizik dhe nuk ka shkaqe të tjera të qarta për humbjen e peshës. Nëse një burr humb 5 kg ose më shumë brenda disa muajve pa u përpjekur, kjo është diçka që duhet i kushtoj vëmendje. Kanceri mund të shkaktojë humbje peshe në disa mënyra. Së pari, ai rrit metabolizmin e trupit, ndërsa qelizat kanceroze rriten dhe shumëfishohen. Së dyti, substancat kimike të prodhuara nga tumori mund të ndikojnë në oreksën dhe në mënyrën se si trupi përpunon ushqimin. Së treti, në fazat e avancuara, kanceri mund të përhapet në organe të tjera si mëlçia, gjë që ndikon në tretjen dhe thithjen e lëndëve ushqyese. Një aspekt tjetër që lidhet me këtë shenjë është humbja e oreksit. Burrat mund të vërejnë se nuk kanë më dëshirë për të ngrënë ose se ndihen të ngopur shumë shpejt pas fillimit të një vakti. Ky mungesë interesi për ushqimin, kombinuar me lodhjen e vazhdueshme, mund të krijojë një cikël vizioz ku trupi nuk merr mjaftueshëm energji për të luftuar sëmundjen. Është e rëndësishme të theksohet se këto simptoma, edhe pse jo specifike vetëm për kancerin e prostatës, janë tregues të rëndësishëm që diçka nuk shkon mirë. Shumë burra i atribojnë lodhjen stresit në punë ose moshës dhe humbjen e peshës ndoshta një dietë më të shëndetshme. Por kur këto simptoma janë të vazhdueshme dhe nuk ka një shpjegim të qartë, ato meritojnë një hetim të plot mjekësor. Rëndësia e zbulimit të hershëm dhe kontrollit preventiv. Pas kësaj eksplorimi të 4 shenjave kryesore, është thelbësore të theksohet se zbulimi i hershëm i kancerit të prostatës mund të shpëtojë jetë. Normat e mbijetesës për kancerin e prostatës të zbuluar në fazat e hershme janë mbi 99% në 5 vjet. Kjo është një statistikë jashtëzakonisht inkurajuese, që nënvizon rëndësinë e kontrollit të rregullt. American Cancer Society rekomandon që burrat të fillojnë të diskutojnë me mjekun e tyre rreth kontrollit të kancerit të prostatës në moshën 50 vjeç nëse kanë risk mesatar. Për burrat me risk më të lartë, si ata me histori familjare të kancerit të prostatës ose burrat afrikano-amerikan, diskutimet duhet të fillojnë në moshën 45 vjeç, në rastet kur ka histori të fortë familjare, edhe në moshën 40 vjeç. Kontrolli zakonisht përfshin një test gjaku të quajtur PSA, që mat nivelet e antigjenit specifik të prostatës, një proteinë e prodhuar nga prostata. Nivelet e larta të PSA mund të tregojnë probleme me prostatën, megjithse nuk janë domosdoshmërisht treguesi kancerit. Ekzaminimi rektal digital është një tjetër metodë e rëndësishme ku mjeku kontrollon prostatën fizikisht për të zbuluar çdo anomali. Duhet theksuar se asnjë nga këto teste nuk është perfekt dhe se ekzistojnë debate në komunitetin mjekësor rreth benefiteve dhe rreziqeve të kontrollit masiv. Megjithatë, për burrat që kanë simptoma ose që kanë faktor risku, këto teste janë absolutisht të nevojshme. Kur një burr njeh shenjat paralajmëruese dhe kërkon ndihmë mjekësore në kohë, ai i jep vetes shansin më të mirë për një rezultat pozitiv. Trajtimi i kancerit të prostatës në fazat e hershme mund të përfshijë survejim aktiv për tumoreve rritje të ngadaltë, kirurgji për heqjen e prostatës, radioterapi ose terapi hormonale. Në fazat e avancuara, opsionet e trajtimit bëhen më të kufizuara dhe prognostika përkeqësohet ndjeshëm. Në përfundim, burrat duhet të jenë vigjilent ndaj shëndetit të tyre dhe të mos i shpërfillin shenjat që trupi i tyre po u jep. 4 shenjat e diskutuara këtu: ndryshimet në urilim, gjaku në urinë ose sperm, dhimbja në pelviz dhe zona përreth, dhe lodhja me humbje peshe, janë të gjitha tregues të mundshëm të kancerit të prostatës. Asnjë burr nuk duhet të ndihet i sikletshëm për të diskutuar këto simptoma me mjekun e tij. Shëndeti është pasuria më e madhe dhe zbulimi i hershëm është çelësi për ta ruajtur atë.